Të dashur miq, ka disa ditë që po qarkohen në mediat shqiptare ideja se duhet mu ndryshu emri i shtënjit pra i shëngjinjit në Wilson, përndër të ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që në imagjinarin tonë kolektiv është autori i pavarësisë së Shqipërisë, që në fakt ai thjesht ka ratifiku një ide që është nisë nga poshtë, ku rolin dominant e ka pas përfaqësuesit e Kishës Katolike, në mënyrë të veçantë Vatikani, Papa i asaj kohe. Megjithatë nuk është ky sensi i këtij videomesazhit, por më mona pak me kuptu se çka është mbrapa këtij testimi diabolik që përfaqësuesi i Patriarkut të Lezhës, pra përfaqësuesi pro tempore i Patriarkut të Lezhës i atij të Sultanit të Tiranës, mshej me këtë test, me këtë gurnulluj që hell në detin e shtënjit. Ideja jo fort e mshejt është me kriju premisët, me kriju kushtet e një zaptimi dhe një ndryshimi jo vetëm gjeografik të shtënjit, sepse emri i ish presidentit Wilson mund zëvendësohet mas pak kohësh edhe me një emër tjetër që mund të jetë Abu Bekr. Pra, shkurt, ideja është me hell sperancën për me ndërtu një xhami, sepse me shkru xhamia shtënjit nuk shkon. Xhamia e Wilsonit tingëllon ma bukur për mu ba më ma vonë në mënyrë natyrore xhamia e Abu Bekr, pra përveç në Shkodër, edhe në Shnjin me pas një xhami me një emër të tillë. Sot po flitet shumë për turizmin, për suksesin e madje dhe për suksesin e pritshëm, pra parashikohen 30 milion veç që do të vinë në Shqipëri, një vend ku në maskën e turizmit nuk po bëhen vetëm krime të tmerrshme, thartashme mjedisore, por krimet e vërteta kundër njerëzimit në territorin e Shqipërisë, e sidomos në territoret e veriut të Shqipërisë, ku shtënjini përfaqëson apoteozën e përdhunimit dhe të riaktivizimit të modelit të ekonomisë të sudës, ku tashma klientët e sudës nuk janë shqiptarët rezident, po është shqiptaria e diasporës, shqiptaria kripto-islamike, ku shtënjini edhe vendet e bukura të Shqipërisë nuk janë ma zhvillim i potencialitetit dhe të resurseve të tyne me të vërtetë autentike, po janë shndru në gërmalla e sarajeve otomane, ku njerëzit e krimit, ku njerëzit naiv, ku njerëzit e bombardum nga obsesioni i detit, po blejnë kuti shkrepset në pronat e shtetit, në pronat e qytetarëve të Republikës Shqipërisë, po në pronat private të shumë veteve që nuk janë kur kompensu dhe njoft si pronar të ligjshëm. Eksperimenti i Shqipërisë me këtë pseudo zhvillim të hamendësum turistik është, siç e thash edhe më parë, një bombë me sahat që po vën themelët e një lufte të ardhshme civile. Ndoshta kjo luftë civile nuk do të jetë e përgjakshme se shumica e shqiptarëve po detyrohen mu vetë internu jashtë shtetit
Por, gjithsesi, efektet e një lufte civile do t'jenë aty, sepse ato njerëz ujnë e sheshinësh që po vinë me zaptu, sepse nuk janë pushus, po janë zaptus, do t'jenë emergjenca e vërtet në vedi mas shumë viteve. Prandaj, mos ta marrim me lehtësi këtë gurmëlluj që ka hedhë kryetari i bashkisë aktuale të Lezhës, por ta marrim si një mesazh për mu vetëdijsu për koordinatat kriminale të modelit të zhvillimit apo të zhvillimit të babëzisë në territorin tonë. Nuk kena kohë mu marrë me komente e kundra komente. Po duhet vërtet të reflektojmë e njerëzit të afër nesh, t'i bëjmë me reflektu, që ta nxezim një embrion qëndresët molekulare, që mos bëhna kooperus të skeqes të madhe, që mos ta ham sapunin për djath. Nuk ka shqiptari, nuk ka zhvillim me token zero, me kostën e tokës zero që ishte me 2 euro që ishte më parë, apo me këto ta shoqyrit investitor strategjik. Tu i vetmi investitor strategjik është krimi banal, krimi vulgar, që mbështetet e foragjohet, që ushqehet prej kësaj klase politike, që nuk e tham për konvencioni klasë politike, sepse ka është një eufemizëm që msheh banditizmin e thellë që kanë të njerëz në kromozonet e veta. Ta janë njerëz pa një botë shpirtërore. Ta janë njerëz që nuk e meritojnë me kënë pjesë e një rendit njerëzor. Ta kanë vetëm dignitetin minimal, ontologjik që u ka dhënë Zoti. Po edhe ky dignitet ontologjik që u ka dhënë Zoti, kur nuk i korrespondon liria, bëhet një kanibalizëm i vërtet njerëzor, që këto njerëz të pas dhe pushtet e qojnë këtë kanibalizëm në nivel politik, social, kulturor e në tana rrafshet. Prandaj, sigurisht, ta marrim edhe me atë ironinë e sarkazmin e duhur, por deri një farë pikët, sepse këto njerëz në atë obsesionin, në atë marrin, në atë donkishotizmin e tyne, duhen me ju ndalu njerëzve normal edhe aksesin të leti, aksesin të mirat që na ka dhënë Zoti. Mirat që ka dhënë Zoti nuk janë pronë e këtyre njerëzve zaktues, po janë të aksesueshme, jo vetëm për qytetarët e Shqipënisë, por janë të aksesueshme edhe për te Shqipënisë, sepse të mirat publike kanë një destinacion universal e këtyre rraqeve njerëzore, dikush duhet t'ju thojnë këtë gjë, që nuk privatizohet e mira publike, e mira përbashkët, ajo që Zoti na ka falë gjithëve.